Fatjon Serhati është një nga emrat e njohur të sportit shkodran dhe atij shqiptar. Karriera e tij sportive është e mbushur me suksese, kur garonte si atlet i Vllaznisë, Dinamos dhe Tiranës. Më pas, një trajner po kaq i aftë i atletikës, ndërkohë që kontributi i tij do të ishte po aq i vlefshëm edhe si trajner atletike pranë Akademisë Vllaznia, ku fitoi titull kampion me Vllaznin U19. Largimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ia zbehu pasionin për sportin, duke u bërë pjesë e Akademisë të futbollit shumë të njohur në New York. Fillimet e mia të para janë te kjo shtëpi e dytë e emja. Kuptohet kur stadiumi ka qenë pa pistë tartanit në kushte me pistë dheut. Kanë qenë sportistat mëdhej. Kam pas fatin me qenë pjesë e këtij grupit shumë të madh sportistash elitar dhe pastaj vazhdova karrierën pas 3-4 vitesh në Tiranë si sportist dhe si student dhe u riktheva edhe një herë në vendin e linjes me dhënë kontributin tim maksimal. Te Dinamo dhe Tirana ishte kulmi im i aktivitetit sportiv si sportist. Pastaj kur u riktheva në Shkodër, shumë shpejt fillova trajnerën si trajner. Teksa rrëfen karrierën e tij sportive, ai ndihet i emocionuar që po intervistohet në stadiumin Loro Boriçi, aty ku përmlidhet kryesisht jeta e tij sportive. Absolutisht fakti që po e bëjmë intervistën në këtë vend absolutisht që më mungon dhe sa herë që vi, unë mundohem me kalu pak kohë në stadium, qof me bë një stërvitje të lehtë për vete ose qof me rikujtu disa momente të bukura që kam kalu pothuajse gjysmën e jetës time. Vazhdoj si përgatitës atletik tek një akademi e cila është themeluar dhe është president në Rumianci Agulli dhe një ish sportist i Malit Zi Bledi Bardhi. Kjo ardhje e radhës në Shkodër e ka prekur shumë, pasi Akademia Vllaznia, përmes një ceremonie, e nderoi me certifikatën e mirënjohjes për kontributin e dhënë për sportin shkodran në vite.